Ka një lumë gjendje të cilit të shqetëson më shumë sot në Shqipëri? Ishme, sepse praktikisht lumi ishëm krijohet nga disa lumin të tjerë, që është Lana, lumi i Tiranës, Tërkuza, Zeza, dhe kur ato bashkohen krijohet ajo që quhet baseni i Ishmet. Njihet si një prej lumenjve më të ndotur në Europë, jo vetëm në Shqipëri është definitivisht më i ndoturi, por dhe një nga më të ndoturit në Europë. Dhe në segmente të tij është një lum i vdekur, nuk është një term shumë i saktë shkencor, por i vdekur mund të konsiderohet një lum që nuk ka jetë, nuk ka më gjallësa që jetojnë aty. Dhe arsyeja pse Ishmi është në këtë stad sot, nuk janë vetëm ndotjet urbane, të cilat janë ato më të letat për t'i perceptuar. Pra ti arrin shikosh një grykderdhje plot me mbetje, plot me plastik, por gjithashtu duhet marrim parasysh që ujërat e zeza të Tiranës derdhen të gjitha në Ishëm. Derdhen të gjitha në lumin e Tiranës dhe gjithashtu mbetjet industriale të ndryshme. Lumi i Ishëm është i pari, pastaj Shkumbini gjithashtu, Erzeni gjithashtu janë duke ndjekur lumin Ishëm në këtë trend.